Gëzuar Pashkët Ortodokse gjithë besimtarëve. Kjo është një festë që mbart një mesazh të rëndësishëm besimi, shprese dhe ripërtëritje. Është kënaqësi e madhe për mua me uru këtë festë nga Shkodra jon, qyteti që mbart vlera tradite dhe bashkëjetese. Dhe në këtë ditë le ta shfrytëzojmë këtë mesazh të kësaj feste për të qenë më të bashkuar në komunitetin tonë. Në këtë ditë të shenjtë, këtë ditë të madhe për besimtarët e Krishterë Ortodoks, dëshirojmë që në emrin tonë, po edhe të Partisë Demokratike, të përcjellim urimet më të mira të gjithë besimtarëve ortodoks të Shkodrës, të Shqipërisë dhe mbar botës. Qoftë kjo ditë e shenjtë, një auguri mirë për paqe, begati, prosperitet dhe shëndet për çdo besimtar. Gëzuar edhe një herë nga ne dhe nga Partia Demokratike. Uroj gjithë besimtarëve ortodoks, kudo që ndodhen, gëzuar festën e Pashkëve, marrësi, lumturi e begati, paqe në familjet e tyre. Uroj të gjithë besimtarët ortodoks, gëzuar dhe përshëndet festën e Pashkëve. Qoftë kjo ditë, një ditë e madhe, një ditë paqe, një ditë urimi për të gjithë besimtarët dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Gëzuar edhe një herë.